Miqtë e miu, përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me ne sot në programin Po Zot. Historia jonë e sotme do të na çojë sërish në Kosovën e viteve 80. Një çiftëri me fëmijë të vegjël, por me një dëshirë të thellë për dije, hapi zemrën për të pranuar Zotin Jezus. Më pas hapën edhe shtëpinë, që besimtarë të tjerë në Prishtinë të mblidheshin së bashku dhe studionin librin e shenjtë, Biblën. Ishte fillimi i viteve 90, kur gjithë shqiptarët po kërkonin shpresën e perëndim. Kjo grua e re zgjodhi të mbështeste burrin e saj. Kur gjithkusht tjetër në familje dhe në shoqërinë e tyre mendonin se ishin të çmendur, të linin shtëpinë e tyre në Prishtinë me 3 fëmijë të vegjël, të vinin në Shqipëri, një Shqipëri e rënuar nga komunizmi, në varfëri ekstreme. Ajo nuk e mendoi dy herë, sepse çmonte lirinë për të ndarë ungjillin më shumë se sa rehatinë e saj personale. Me besimin e sinqert, si të një fëmije, e etur për liri, për të ndarë këtë lajm të mirë, Adilia na mëson sot të gjithëve se çdo pyetje e ka një përgjigje dhe se Perëndia ka nevojë vetëm për një zemër të gatshme që thot: Po Zot. Unë jam Adile Smolica, jam nga Kosova, kam lindur prej, pasaj kemi lëvizur në Prishtinë. Tani Zoti na ka kthyer prapë në pej. Që kam dëgju për ungjillorët, mund të them kam qenë 15 vjeçe. Kam pas aty shkollën afër kishës që tani na ka sjell Zoti, edhe vllai më i madh, ai thoshte që ka në një vend që quhet është si kish, po është besim i ri, kështu i thonin. Edhe aty ka shumë libra falas, edhe vëllezërit i inkurajojnë që të lexojmë sa më shumë, edhe aty vend të tur shkonte disa herë aty për të marrë libra, edhe tha që shkon ti. Edhe unë kam marrë për herë të parë, do më kam qenë 15 vjeçë kur e kam marrë Biblën në anglisht, se kisha dëshirë të studioja anglisht kur bëhem e madhe, edhe e mora Biblën, edhe në Bibla, ajo libri anglisht shkruante, edhe merrni, kuptohet libra shqipsi, kam dashur vajzën, ka qenë ajo shtegtari e tjera, por sa e pash atë, kisha dëshirë ta merrja atë anglisht dhe mora, aty shkruante reach out. Tani une, aq fjalë mund t'i gjeja në fjalor, reach çka është edhe out, por si lidhja dot. Don ky ka qenë kontakti im i parë me atë me kishën ungjillore. Në vitin 1986, unë ishta një martuar me 2 fëmijë, erdhi një misionar nga Anglia, edhe unë në fakt kisha për të marrë diplomën në atë kohë dhe ganiu shkoj në fakultet edhe takoj këtë, se ky për të qenë misionar në atë kohë, në komunizëm, duhet kishe një arsye pse ka ardha dhe erdhi jashtëm për të studiuar gjuhën shqipe. Edhe takoj, edhe kishte vështirësia që të regjistrojë në fakultet. Edhe takoj ganiu rastisht, e pa duke mundu që të fliste ai shqip, edhe i tha që mund të ndihmoj, ai tha po, të lutem, edhe aty u bon shok, domethënë, u shoqëruam, vinte ai në shtëpinë tonë, na tregonte për ungjillin, na dha një Bibël anglisht, se ne dinim anglisht, edhe aty domethënë është kontakti im i parë. Mas një kohë, ganiu filloi të shkojë në kishë në Prishtinë, aty ishte pastor, domethënë Zoti punon në mënyrë të çuditshme, misterioze, edhe aty ganiu po fliste me pastorin, tha që ne kemi ardhur nga Peja, domethënë kur kemi qenë më të ri, edhe këtu jetomi, jemi martuar me, thotë, nga Peja dhe gruan e ki, po, thotë, si ka emrin Adile Mehmetaj. Po, unë e kam pas në klasë, thotë, pastori. Edhe Antoni, domethënë është vllau i xhaxha i Arturit. Aty unë isha, domethënë shtatzan me çunin e parë, edhe jo që kisha ndonjë dyshim se unë do ta lindja patjetër, s'kisha dyshim, por vira ime thoshte që ki dy goca, po
po ndërpret puna sa po je shtatzan, kështu që mos e bëj këtë fëmijë. Por unë i kisha atë frikën, o bobo, se ç'a më tha, a kupton? Por Zoti, për të më vërtetu tamam, Arturi tha ganiu sa vetëm tha sa shikoj të fala e bën shumë Adiles edhe jep këtë libër. Ai libri ishte aty, domethënë kur fillon jeta. Tamam, edhe ai libër shumë preku, edhe s'ka shku ndoshta më thonë 2-3 javë, që unë kam pa ëndrrën që Jezu Krishti më paraqit dhe më tha, shif këtë një kal shumë i madh, tha, një farë mënyrë do të thoshe që mëkati këtej është i djegur komplet, në anën tjetër lëviz. Ajo edhe ndriti aq shumë sa me vërboj sytë dhe tha, mëkati është i djegur, i keq dhe vret. Edhe kuptova dhe sa unë ngrita, zgjova, thash, Gani, më ka shku mendja kështu, se vetëm pse kam dëgju, thash vjerën time, çka më thoshte, unë pas kam bërë mëkat, vetëm pse kam dëgju. Aty ka qenë, pastaj unë kam fillu të lexoj Biblën, që e dishim, 6-7 muaj përpara ne kishim taku Steven dhe shumë na fliste edhe shumë ganiu, pak shumë para meje ka bë hapin e besimit, edhe aty ja kam dhënë jetën, ishim bile me nazhën, kur e kam bërë lutjen e parë. Unë u trondita nga kjo edhe fillova duke lexu, thoshte që në javën e 7 zemra e fëmijët rrih, fillon jeta. Edhe kuptohet, tërgohesh aty për abortin e për këto. Edhe unë shkova në kish me Ganiun, me Steven, me gjithë, edhe aty nazha, e nifsha pak përpara, se kisha shkuar pak përpara, edhe më tha, ja tërgova këtë, tha, Adile, tha ty të ka prek, Zoti, tha, edhe ti, thash patjetër, aty bona lutjen parë me nazhën, edhe një farë shlirimi, një farë kënaqësie, më duke sikur e kam hek një të keqe nga vetja, atë ndjenje kisha, ndjem shumë e lumtur edhe e shliruar, tamam e shliruar. Nga që ishim edhe shumë miq me Stevenin, edhe tani ata kishin nevojë për takime, se kisha ishte shumë e vogël, ishte, kishin nevojë për një vend ku të mlidheshim, besimtar për një takim lutje ose edhe Steveni tha që Ganiu mund të bëjmë kështu, tha po, mund vini lirisht edhe bëheshin takimet te ne në shtëpinë tonë. Por, për rrethin ishte diçka shumë gjë e keqe, çfarë po bënim ne, që deri atëherë konsideronin shumë familje e mirë, shumë të zgjuar, intelektual. Tani qa keni bë ju? Jeni bë sërb, apo qa jeni bë? Se shkonin kish, se ne këthin po shkojmë kish. Aty s'ka kish, thoshin, aty është, në gjuhën sërbe thuhesh besim i ri në verci. Edhe ne ju tregonim që nuk janë këta besim i ri, faktikisht. Ne jemi besimi i parë, dhe duhet t'ja shpigoje. Po prapë se prapë na kishim pak sigur, plus Steven i vinte në shkollë, këne ku punonim ne. Gjithë nifshin, edhe neve, jeni bo, tani e dim që nuk jeni bë sërb, por qa jeni bë? Ka qenë për rreth jonë, po është lavdizohet që ne nuk ishim të mbarëm nga asë një njeri, ishim njerëz, ishim të ndajetonim më vete, edhe nuk s'na bën efekt, por lavdizohet e një gjë ka qenë që familja ime shumë më ka përkra, se ka qenë vlla im që më ka shtyme më shku atje atëherë, Për botën nuk e qanin fort kokën, por sa do kudo kishim një farë gjykimi shumë, gjithanë ne të këta janë bë, kanë ndryshu fenë, kanë ndryshu kështu, ne asnjëherë s'kem praktiku, familjen time kur s'kem praktiku ne muslimanizmin. Se mami më ka vdek shumë herët edhe ajo ka qenë muslimane, babi me atë në kohë komunist s'kam qenë kur gjo. Kështu që, po prindët e Ganiut, në fakt gjyshi, ata ma shumë kam praktiku. Familjen time asnjëherë. Po kemi qenë shumë gjykuar nga njerëz se thëshin,
që ne ju jeni intelektual, qa mirin me këto gjana, kështu dëmë. Edhe kur kemi ardhur në Shqipëri për herë të parë, vetëm për vizitë, edhe aty kemi vendosur na që me ardhë, kur kemi ardhur në Shqipëri, a disa e liruaj, kam di vjetën se këtu nuk gjykonte njeri, se këtu ishin njerëz tetën për të dëgjuar për fjalën, se gjykonte pse tek. Steveni u zhvendos nga Kosova në 92, fillim, edhe ne vendosim që ta vizitojmë atë në verë, ka shtatori. Edhe erdhem këtu, edhe sa u futëm në kufi me Shqipërinë, na i komendja. Edhe unë qaja, qashtë ky vend, për neve kishtë qenë vend me lule, gjithë shka Shqip, s'ka Sërb, s'ka shumë mirë. Edhe të merë, kur kemi ardhur te opera baleti aty në atë pjesën, thash, tu që nga bukur, po, derisa erdhëm aty, pastaj në vitin 91 kisha ju nga pas një kamp në Greqi, edhe patëm taku një grua, një moshatare ju në kështu, në Greqi aty në kamp, që u bo besimtare ajo në atë kamp, po ishte nga Tirana. Ne i vizitum edhe atë, edhe Steven, kuptohet, edhe sa po dolem nga qendra, nga aty ku ishte ajo, shkum ke shtëpia e Kalijes, aty ishte një kaos një. Bo, edhe kisha frikë me mu fut në shtëpi herë, se si ishte aty. Ishte jashtëzakonisht. Po, unë e them, se dhe më thonë, ka pas nisë Kosovarë të marrë me bizneset ndryshme. Mua, asë një biznes, asë gjë s'm kishë sjellë këtu, vetëm Zoti, dhe më thonë që kur s'm kishë shku mendja. Edhe shkum pastaj ka qenë një Amerikan, ka pas fillu punën në Befotrofen e Vlorës. Edhe aty misionin dërgonte ndihmë kombas kohë, edhe shkum aty për vizitë. Atë natë, aty ndete, unë e Steveni, ka qenë gëzimi edhe Ganiu, edhe ndenim zgjuar se aty ishin njëherë fëmijët s'kishin çat hani. Pa pastari ti jetë mërshëm, unë vetëm një karrik, unë s'kisha të shtriem në shtrat kur. Parë, vetëm aty në karrik, ndenim gjithë natën, fëmijët qanin as si shifte kushas. Një të merë. Edhe Steven i tha, ti më tha në plazh ta të lutem edhe kështu. Tha, okej. Shkum atje edhe nesën, u kthym në Tiranë. Edhe Steven i tha, Gani, tha, di se puna, tha, do vinë, domthon unë kam frikë që s'do vini kur për të na vizitu. Unë thash, po, pse jo? Edhe shkum në nëntor prap. Në nëntor, Steven i tha, Gani, tha, doja bëj një pyetje të vështirë, por nuk keni nevojë që të nxitoni, domethënë vetëm mendoni, lutuni kështu, a do vini ti që të më ndihmoni, domethënë, mbjelljen e kishave këtu. Gani unë shifte kështu, unë nuk e di, në atë moment një zbulis ma ka thënë Zot, po thash Steven, domethënë ishte fundi nëntorit, mesetit në këto qëllum, thash për një kohë, thash është semestri i fëmijëve që të mbarojnë vitin, edhe pastaj kanë pushim 3 javë, ne vim pastaj, vime e tu këtu. Kja ka qenë, domethënë në sekond, edhe Ganiu, e pash sytut me rru, Steven e gjithë, nuk e di si mirë dhe a disa lete thash, shumë. Edhe Ganiu tha, Adile, i sigurt ne kishin fëmijë, çuni ishte 4 vjeç i vogli, goca ishte 9 vjeç e madhja, kjo tjetër 7 vjeç. Po thash, shkum në fillu bogati, edhe i fillu ma vashti të rëgojnë babit, mamet Ganiut, ajo thështe, binde Ganiun që mos të shkoj, vetë me vetë unë kam vendos. Babi më thështe, ju lutëm mos shkoni, se ju si duket që në këtë shmend, edhe ai fillim thështe, mos shkoni të ata besimi të ri, kur isha që në pej, mos merrni libra, ata nuk janë asë gjë. Unë që në fillim e kam ditë thështe, që ju do bëni të shmendur si ata. Lëni fëmijët këtu se unë babin ka qenë, domethënë mas lufte këtu ka kalu para në verit. Edhe Tirana është e thatë, aty s'ka ujë, aty tani s'ka ushqim, tani ju lutem mos shkoni, ose lëni fëmijët e ju ikni se ju pas këtë lujt. Edhe përkundër gjitha atyne erdhem. Edhe asnjë moment nuk komendu për vështirësitë. Asnjë fare. Edhe nëntor sa ishëm gjetëm një shpini, edhe erdhem në Tiranë,
Aty pastaj mas një kohë fillu një lagështi e madhe, nuk ishin mësu, domethënë këtu, kur erdhi vera, nuk e duroja unë. Goca u helmu, e kishim një kamp e vogla, ka pas shumë vështirësi, pa beson asnjëherë nuk më thonë që të kthehemi, vetëm ndoshta kur shkoj goca në shkollë dhe ishin në Silikodra ato shkollat ishin me plasmas dritare, se s'kishte dritare. Edhe erdhi dhe duke qaj tha, po tha këtu, o mami tha këtu nuk është kjo shkollë, tha, kjo është si burg. O baba, unë në dhomën të të qaj kom bë fëmijëve unë. Tu lut, po interesant. Ajo thoshte që është, po ju pëlqente këtu, se nuk e di. Zoti domethënë ja ka zbukuru. Po domethënë atë vit kem pas vështirësi, zgjonim gjana ushqimore për të ble. Misionarët shkonin në Greqi ande kënej ne s'lëviznim dot. As në Kosovë për të kthy, se s'guxonim, domethënë fare, po ja, na ka marrë Zoti. Unë atë vit qera, domethënë është janar, shkurt kështu, filloi një dhimbje e gjithë trupit, kockave kështu, edhe shkova, ka qenë një studente këtu nga Berati, në fakt një shkonim edhe në Berat, me një grup, edhe thash jam shumë keq. Isha kështu pa gjaksi, anemi, shkova te një mjek shqiptar, edhe ai më dha disa ilaçe që shumë të mira, por edhe ilaçe, kështu dhe injeksione për pagjaksi, domethënë. Ato aq më lodhen mu, se domethënë trupi nuk u absorbonte edhe unë gati rash në koma, domethënë nga ato ilaçe. Po tamam edhe atëherë thash o Zot, domethënë ndoshta se kam dëgju babin, se kam dëgju vjehrën, edhe nuk e di Zot lutna ditë e natë lutësha më tregoj çka me bë. Çka të bëj, se kjo nuk është në rregull, domethënë. Unë i kisha 3 fëmijë, duhet t'ju bësha ushqimet e gjitha, unë s'lëvizja dot. Edhe Zoti e çoi Steven një ditë erdhi nga Fieri dhe tha, këtu në Tiranë ka ardhur një mjek nga Skocia. Tha dhe do shkosh kontrollosh. Unë shkova dhe ai tha kështu. Tha ti në rregull, okay, ki pa gjaksi, ki pak këto është lagështi, si mësu me këtë lagështi, por këto ilaçe që ti kanë dhënë ty, kanë pas me të vunë koma, se shif ti si e bo, unë si zombi nuk lëvizja dot. Kështu që ai më ndërprer ato, edhe avash, unë u rikuperova edhe thash, lavdi Zotit dhe më thonë, gjithmonë është kur Zotit ta mbyll një derë ti ta hap një dritare të madhe ndoshta. Edhe domthon ajo ka qenë vështirësia me se kollapsova, domthon isha shumë keq. Por interesant, unë vetëm kam pyet Zotin se çka po më thu Zot, se nuk asnjëherë nuk më ka shumë mendje më kthy. Asnjëherë. Gani është nuk i tregon kur ka vështirësi ai t'jep kurajo, a kupton? Por masandi thoshte tha unë, vetëm thesha, o Zot, nuk e di, gruaja po më vdes, ç'a do bëj? Domthon, kjo ka qenë vështirësia më e madhe. Pastaj edhe në verën tjetër, goca u helmu atje në kamp, shkum në spital të Florës, e tha, jo, kjo është shumë keq, thash, edhe ata fillun të japin kësi shringat zira, si që përdoshin atëherë. Edhe unë kisha frikë, thash, jo, unë nuk kam frikë, tha, po ta qesh në Tiranë, do vdesi deri në Tiranë, do më thonë, edhe kjo i tjetër ka qenë. Erdhëm në Tiranë të ajniku, i humbi 7 kg për asë një javë, goca, shumë keq ka qenë, po Zoti na ka siguru, do më thonë, gjitha, kështu që shkum në Tiranë, goca u bo më mirë, edhe do kjo ka qenë vështirësia vitin e parë shumë. Por nuk më ka dekuraju, kam vazhdu, sepse të flisje me njerëzit ka qenë shumë e lehtë, që këtë gjë në Kosovë nuk e bëja dot. Do më thonë, me folun për Zotin në Kosovë, pak e vështirë. Ishin ato kolegët e mia, kur vendosëm në marrë këti, tha, një kolege ime tha, Adile, pse po shkoni, tha? Thash, po, kështu thash kemi një mision që do të shkojmë të hapim fjalën e Zotit. Tha, tani tha, shumë të respektoj për atë që jeni këmbgulës. Se gjithë kushtot e ka një fazë, pastaj e lën, vjen shumë mirë, tha, që jeni këmbgulës. Edhe sot e kësaj dite kam atë shoqe. Edhe kjo ka qenë një farë ingurajimi, dhe më thonë, se gjithë njerëzit na thënë që kjo është e përkohshme dhe ju, ç'a bëni kështu, intelektual kështu.
Po, do më thonë, në gjitha të vështërsi, do edhe ato kanë qenë vitin e parë, që mund të bia dhe të ikim mrapa. Në fillim, do më thonë, kur fillum që të shkonim nga Tirana në Berat, në Fier, edhe prezentoshim që jemi nga Kosova, do më thonë, ka qenë pak si mirë na kanë pritë shumë kështu, por nga mrapa, do më thonë, thashën, që ne Kosovarët, na mësojnë neve të na tregojnë për Zotin e kështu, a kupton? Edhe aty ka pas disa vështirësi. Por Gani është shumë i shërqyrueshëm edhe shumë i ka bo shok, do më thonë, edhe pak, do më thonë, ato e kem pas në Berat një qikë atë farë gjykimin. Pasaj në Fier, mirë, une nuk shoh diçka që ka pas problem, por une maja takimin e fëmijëve në Fier. Edhe fëmijët kanë qenë shumë të zellshëm të pyesnin. Më vonë pasaj është një mësuese që vinte aty, monda edhe tha që për shembull kur nuk keni mundësi me ardhur, unë do vazhdoj me fëmijët, ai është mësuese. Edhe ishte aq e zellshme aq sa kur shkonin në shkollë që shkonte ajo, në fillim i shtinte fëmijët që të luteshin. Po pastaj e kapën drejtoria, i thanë që të s'ki të drejtë ta bësh. Domethënë, e vetë një ajo që pastaj thoshte unë edhe plus nuk kam të drejtë të mirem me fenë se jam në shkollë publike, e kupton? Edhe kështu, do më thonë, diçka, unë e di që përmes fjalëve të tjerë kanë folë shumë, po direkt mu asë njëri s'më ka, shumë s'më ka përbuz, a kupton. Kështu. Në fakt, në atë kohë ka qenë ndoshta edhe ma vështirësi se fillimi kur kemi ardhur, se ishin, do më thonë, ishte lufta në Kosovë, ne ishim këtej të pafuqishme me ndihmu asgjë. Shumica e familjes Ganiut kaloi, do më dolin nga Kosova, po familja ime, vëllezërit e mi, ata kishin ngel mërë në Prishtinë, edhe ne nuk kemi ditë 2 muaj se ku janë ata. Edhe ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Do më ne kërkonim përmes televizionit, ku në gjinë taj, ku për shumë kanë tregojshin, ne kurse si mund të vinë në kontakt me ta, sepse ata kishin dalën nga Prishtina, kishin këtu disa fshatra për rreth, pastaj kanë ikë prapë se në për fshatra kanë bo masakra dhe ata janë kthy prapë në Prishtinë, kështu që ne kanë ikë nga shtëpia vet, ja është djeg, shtëpia kanë shku me një shtëpi tjetër. Edhe atëherë ka pas arrit që unë një javë ditë nuk kam shku në dhomën e gjumit me fjetë, unë të televizori. Edhe një moment kur më ka zënë gjumi, po thash, ndoshta kanë tregu për vëllezërit e mi, unë se kam pa, do më ka qenë vështirësia më e madhe në jetën time ajo. Deri mas ndoshta 2 muaj, vllai i vogël, Ganiu, ishte gazetar, po kishte depërtuar në Zvicër, sa ai ka pas shkuar në Maqedoni, pastaj Zvicër, edhe ai na tregoi që ata janë shëndoshë mirë, kanë shkuar me një lagje në Prishtinë, aty që fillova komunikoj, domethënë, unë të them 10 ditë, 2 javë, nuk kam shku në shtrat me fjetë. Vetëm para televizionit. Tash merra e mend çfarë gjendje kam qenë. Edhe unë atë kohë kisha një kurs të anglishtës edhe ish fillimi, sapo që nuk dinim për vëllezërit e mi, edhe unë kisha lëshu një video, pastaj e komentonin videon edhe nxënësit thanë që zysh video ka mbaru, po unë si kisha mendjen aty. E i thash, më falni, ikni ke shtëpia, se po që mendesha, dhe më thonë, kjo ka qenë vështirësia shumë ma e madhja. Refugjat kishim plot, dhe më thonë, ishin një dhomë me 3 dhoma gjumi, ndoshta, ne kishim 25-30 veta, ndoshta, derisa gjetëm pasaj, po edhe une për një javë, se Ganiu shkoj në Kukës për përkthime, i kem pas një profesor në fakultet që erdhi këtu për kthy për Hagën, edhe e mori Ganiu në Kukës, unë brenda një jave kisha hup 7-8 kile edhe nuk me qëndroja në këmbë. Gjitha të refugjat që unë përgatitesha bukë për ta. Domthonjë, kjo ka qenë vështirësi që tani thëm, ajo mune ajo që i këm. Domthonjë, është e çuditshme, po me Zotin gjitha bon. Domethënë,
ditën atë me lutë, dhe gjithë edhe në qatë kohë, ne luteshim, unë e kisha motër me familje dhe kunetrit e seje, të motrës Ganiut e shumë, që luteshon aty dhe dirsa ishin aty, u bon 5-6 vita krishterë. Unë i kuptohet që vinin kish, por dikush të jo, Ganiu thështe, dhe gjëna dilin çka ka për thënë, shive, ai që nuk vjen kish, s'ka për të hëngër. Duhet vinin kish, ajo është ushqimi i parë juj, pastaj kjo që po ju bëjmë. Edhe ata e dishin çfarë mundi, ç'a bëshim sa ushqimin e bësha une. Ndoshta ka qenë jo shumë mënyrë mirë, po kështu thësha ushqimin e parë do hanin kish. Edhe aty u bon pastaj 5-6 vita të krishterë. Vitin e parë, i thash o Zot, thash, a është ky një dënim? A qa është, dhe më thonë atëherë, i thash, vitin e parë, se ndoshta kam bo kokën vete, a ku dione, tani po thesha, o Zot, si është puna, dhe më tregom ku kam gabu une si njeri, apo edhe, me thonë drejten për një kohë, isha aq poshtë sa, thash, kur, dhe më u gjetën vëllezërit e mi, tani u pendova dhe thash, Zot, më falë, po shumë keq kam qenë atëherë. Dhe më thonë, i thesha, Zot, pse nuk po vepron? Pse kështu, dhe më thonë, unë e di që gjdo, dhe më luftat jenë të këqija, po pse populli im, kur ata s'kam bë si gjo, dhe më thonë, Zot ku je, i kam thonë disa herë, shumë kam kërkëvalje pastaj, po aty më ra shumë keq, sidomos në atë kohën që, dhe më thonë, s'disha ku e në vëllezërit, vazhdoshin vishin refugjat plot, aty kam qenë shumë keq, kur erdh Ganiu mbas një jave që ishte atje në Kukës dhe isha shumë keq. Thash, Gani, pse Zoti thash po i lejon këto? Tha, Zoti nuk po i bën këto, Adili, tha, djalli, Zoti këtu është. Domthon, kjo ka qenë ajo pikë kritike. Edhe jemi lutë shumë me Ganiu, pasaj kur u gjetën vëllezërit e krejt, domthon pak a shumë, edhe po e kam kërku shumë falje Zotit se ka pas disa raste, në fakt, edhe atëherë edhe në atë kohë që unë kam mendu që s'po di. Kur isha shumë e vogël që më vdiq mami, domthon isha edhe përmendeshin se atë, domthon kam shiteshin që ju nuk jeni musliman, ju ne nuk praktikojshim asnjë gjë. E unë thesha, s'ka Zot, ma mori nanën, s'ka Zot, isha, kupton. Edhe tani kujtoheshin, mas andej thash, o Zot ku je? Mas që kërkova falje, thash, unë e di që Zoti ekziston në krejt, po më falë se ne jemi pimishi, jemi kështu gabojmë, po kam pas momente shumë kritike. Fillu në refugjat me ikë, dhe më thonë, edhe u këthyn, edhe ne ishim shumë rahat, dhe më edhe një farë lirimi që ata u këthyn, edhe ishim shumë rahat, edhe një moment, Ganiu flet me një shokun tonë, dhe kështu, Ganiu gjithmonë kishte, dhe më thashtë tash është hapë, dhe ne kishim kontakt me disa njerëz me refugjat, që ishin ndurës e në gjitha ne, që kishim të afert, por i vizitonim, edhe ata thanë që tani e dim, ne kemi ditë që ju një shumë të menqëm, shumë të zgjuar e gjitha, po tani e dim që si duket për ne shqiptarë zgjidhja e vetme është që ne të bëhemi të krishterë. Domethënë, na kanë thënë njerëz kështu që kanë folë. Edhe ka një farë inkurajimi, edhe Ganiu tha unë, në fakt, këtë ëndër kam pas shumë përpara që a donë Zoti që të hapen Kosovarët për ungjillin, se ka qenë, domethënë atëherë vetëm për natë sërbit ne duhet ngelshim muslimana, kupton? Ka qenë shumë e vështirë. Edhe erdhi një ditë Ganiu dhe tha kështu Adile, sikur të shkojmë në Kosovë, ne kurse si thash? No, kurse si. Fëmijëve, no, kurse si tha? Si ne nuk dim, tha, kur ishim të vegjël, edhe ky fëmijë e 4 lindëm këtu, kur ishim të vegjël tha na s'kemi ditë, s'kemi pas ç'a më thonë, domethënë nuk na keni pyet. Tani tha kurse si, na kemi dëshirë me shku mi pa të afërmit se mas 4 vjetësh ne s'kem pas shku 4 vjetë në Kosovë se s'kishim dokumenta. Pastaj morëm shtetësinë shqiptare edhe
kur shkum, ato ju pëlqej, po kurse shtëpia jonë ishte këtu, edhe fëmijët, domethënë, më i vogël ishte 5 vjeç. Ai snifti as i gjoh në lidhje me Kosovën bile. Vajza e madhja ishte 17 vjeçe, 18, kjo ishte 16, kurse si. Edhe domethënë luftuam na pak me fëmijët, po edhe unë nuk isha dakord, me thënë drejtën. Po, ja, po thëshim, jo, s'duam në kështu, po kemi thirrje nga Zoti. Po mirë, ju keni thirrje nga Zoti, ikni ju, në rrim këtu. Domethënë ka qenë më shumë. Por na prapë edhe në Kosovë kemi pas një luftë tjetër pastaj. Besimtarë që ishin nga Peja, domethënë familjes tonë, se na jemi nga Peja, ishin nga Peja. Ne u kthym në Prishtinë, edhe një 2 vjet ndenim aty, edhe u tonim për çdo ditë, 2 herë në javë në Pejë. Edhe kur i tham që okej, erdhëm me vështirësi, okej, thirrje nga Zoti, keni thirrje nga Zoti, po domethënë çuni edhe goca e madhe asnjëherë s'jam pajtu. Edhe të dytë janë jashtë. S'jam pajtu më kthy në Kosovë kurrë. Edhe kur u tonim Pejë, edhe tash erdhi koha që morëm atë kishën aty si vend që mund të jetonim. Se ne deri atëherë s'kem pas shtëpinë tonë asnjëherë. Edhe për neve ishte edhe pak një gëzim, më thonë drejtën, se s'do lëvizim, se na për çdo vjet kemi lëviz. Domethënë qysh se jemi martu, për çdo vjet kemi lëviz shtëpitë. 19 vjet. Edhe fëmijët tanë, gocat tanë, na s'vinë në Pejë, kurse si, që në Pejë, jo mër, na sollet këtu nga Tirana, tani të shkojmë Pejë, jo. Domethënë gocat ngelem në Prishtinë, vetëm çunat i morëm se ishin një çuni ishte 13 vjeç, ky tjetri ishte 7 vjeç, edhe i morëm në Pejë. Domethënë kem pas këto lëvizjet kanë qenë gjithmonë, edhe ishte vështirë me lënë fëmijët, domethënë vetëm në Prishtinë, nëse unë kisha vëllezër të prindë Ganiut e gjithë këta, po ishin ata vetën jetojshin gocat. Ka qenë dhe ajo vështirësi e madhe shumë. Po sidomos ajo ikja nga Shqipëria ka qenë shumë e rëndë. Bile një kohë para se t'iknim, domethënë gjatë luftës, unë reagoj se ne fermat jemi ma kështu shprehemi me gojë. Edhe shumë mërzitesha qaja gjatë luftës, domethënë kështu. Ganiu nuk çante, por Ganiu gjithë trupin e ka pas me do farë shenjash. Edhe shkum të një mjek këtu, ka qenë një ABC klinik, edhe tha që këtu kiti një stres ta, edhe tash e dita pse e ki stresin. Domethënë ato shenjat në trup kanë qenë nga stresi. Kur ikëm në Kosovë, ikën. Se atë ëndër thot gjithmonë kam pas që unë në Kosovë të jemi lirë të flas për Ungjillin. Se këtu në Shqipërinë, për gjithë vështirësitë që i kishim, ishim të lirë, shumë të lirë, domethënë, për ka ungjillëzimi, qanim kokën ne se kush na thot diçka, a kupton? Në Kosovë pak më e vështirë. Plus edhe nga policia kemi pas probleme na, se thashin kush o ky Steveni që po kin me të në shkollë ku punojmë ne, ka ardhur policia me kërku Ganiun. Hajde më ardh atje në intervistë, qa bëni ju, edhe mu më tha aty një kolege, tha, thot, ishe policia aty, edhe më tha mu, ja, kjo është, për mu. Sa së ngriva. Edhe, dhe më thonë, ishin vështirësi edhe para gjykimit për nga musliman, por edhe nga pushteti. Kështu që Ganiu e ka pas ëndër gjithmonë që t'jeti lirë të ungjillëzoj në Kosovë, që o realizu, lavdi Zotit, mirë. Por gjitha këto, dhe më thonë, kur i kujtoj, i thëmë, a jam unë? Por Zoti është i mrekullueshëm edhe ai i ka mënyrat e veta. Unë e kam mësu këta nga vllai im i madh që thoshte, gjithmonë du ta ndjekësh atë që ti beson që është e drejtë, edhe mos dëgjo botën. Mos më dëgjo, edhe unë them tash. Më e rëndësishme është marrëdhënia me Zotin, edhe ajo që ti e din, shef që është e drejtë. Dikur e mëson një mënyrë që vërtet kjo është e vërteta, mos dëgjo ato paragjykimit nga njerëz ose botën, por vazhdo drejt. Ato që ke mësu nga Bibla, Ungjilli është më i fortë. Atë
vazhdo, mos ndëgjo botën. Gjithmonë edhe para se të isha krishter, këtë kam pas unë si domethënë si edukim. Shumë e kam dëgju vllani, më ka thënë mos ndëgjo të tjerët, shif drejt çka është më e drejtë. Edhe unë kur jam bërë krishter, i kam tregu vëllezërve se unë jam 3 vëllezër, 4 fëmijën para meje, domethënë motra e 3 vëllezër, edhe jam kon më e vogla kur jam bërë krishter, edhe domethënë s'kam pas asnjë lloj problemi nga familja. Kështu që këtë kisha thënë që besoj që duhet jesh i fortë, mos dëgjosh të tjerët, të shkosh drejt, domethënë kur e njeh Zotin, asgjë s'mund të damtoj, se Zoti është me ty. Mikesha jona rrëfeu me sinqeritet sot pyetje që e mendoni në një moment shumë të vështirë që po kalonte populli i saj. Pse Zot? Unë e di që luftrat janë të këqija, por pse populli im që nuk ka bërë asgjë është i pafajshëm? Zot, ku je? Nëse edhe ti sot je në mes të një kapitulli të vështirë dhe të dhimbshëm të jetës tënde, mos harro. Stuhia në për cilën po kalon tani nuk do thotë se Perëndia të ka harruar. Dhimbja që ndoshta të therr në zemër ndërsa më dëgjon, nuk do thotë se Perëndia është indiferent ndaj asaj që po kalon ti. Në shkrim, sprova është shpesh vendi ku qëllimet e tij po marrin formë më të qartë. Perëndia ynë ka bërë një beslidhje me ne, popullin e tij, dhe ai e mban çdo premtim. Ai vepron me qëllim, jo me impulsin e momentit, si mund bëjmë disa prej nesh. Asgjë në jetën tënde nuk është e rastësishme apo pa kuptim, edhe pse mund të duket kështu për momentin. Ajo që duket si vonesë përgjigje nga Perëndia është shpesh përgatitje, dhe ajo që duket si heshtje është shpesh një ftesë për të besuar më thellë tek ai. Tek letra Romakëve në kapitullin 8 në vargun 28 lexojmë: "Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirën e atyre që e duan Perëndin, të atyre që janë të thirrur sipas qëllimit të tij." Ndonjëherë Perëndia na lejon të ecim në përshtigje të thella, jo për të na dëmtuar, por për të na pozicionuar për një thirrje më të lartë, një thirrje që nuk do të mund ta përmbushnim dot ndryshe. Edhe atëherë kur nuk e shohim, ai sundon dhe mbetet besnik ndaj premtimeve të tij. Besimi ynë nuk provohet kur jeta është e lehtë, por kur vazhdojmë të ecim në të vërtetën e Perëndisë, pavarësisht pasigurive tona. Miku im, rrënjosu në të vërtetën e fjalës së tij. Nënshtroja veprimet e tua vullnetit të tij. Autori i jetës sate është i drejtë. Ai nuk të braktis dhe nuk e lë kurrë historinë e tij për gjysmë. Nëse jeni në kapitull të vështirë, merr zemër. Deri në takimin tonë të ardhshëm mos haro. Perëndia po e shkruan historinë tënde në dritën e përjetësisë dhe përfundimet e tij janë gjithmonë më të mira nga sa ne mund ta imagjinonim dot.